Ti nuk je zëri në kokën tënde. Ai është thjesht një funksion i trurit, vetëdia jote është për te ti. Ti ndryshon çdo ditë, fizikisht, emocionalisht, mendërisht. Por mbahemi pas një vetjeje që është vetëm një kujtim. Më shumë se kujtime, truri yt ruan ndjesi. Nuk kujton çfarë ndodhi, por si ndiheshe. Gjërat që s'të pëlqejnë tek të tjerët, shpesh janë pjesë të tua që i ke fshehur. Është si të shikosh në paskyr dhe të mos e pranosh. Frikërat e tua më të mëdha janë mësuar, jo të lindura. Dhe nëse janë mësuar, mund edhe të çlirohesh prej tyre. Jo çdo mendim që ke është i vërtet. Disa janë thjesht mekanizma mbrojtës, jo realitet. Nëse kjo video të bëri të ndaleshe të mendosh, bëj like dhe subscribe. Sepse njohja me veten është revolucioni më i madh.